Sa e bukur është jeta, për më e mirë është ku ke ngjarje të mira, por nga njëherë është sfidë që ta jetosh. Çdo njeri e din që jeta është plot probleme, jo që jeta është krijuar të jetë problematike, por ne jemi ata që pa dashje i sjellim asaj probleme. Jeta ku nuk do të mjaftoj për t'i shijuar gjithë aventurat, gjërat, ethet dhe emocionet e saj. Është një udhëtim gjatë të cilit has shumë personazhe, edhe pse të ndryshëm. Pa këto personazhe, jeta nuk do të kishte kuptim. Brenda saj ka shumë drama dhe ngjarje jetësore, që ne i pëlqejmë apo nuk i pëlqejmë fare. Por duhet i marrim si sfida që mund t'i kalojmë, sepse ne jemi femra. Të gjithë dëshirojmë që të kemi gjithçka në jetë. Të gjithë duam që ata të na dojnë shpirtin dhe zemrat, por çka do të mbetet brenda jetës sonë? Do të mbesin vetëm veprat e mira që kemi bërë me njerëzit, sjelljet dhe dashurinë që ja kemi dhënë jetës tonë. Ne duhet të jetojmë të lumtur, pavarësisht çdo gjëje që na ndodh në jetë. Duhet të jemi të forta dhe të mos dorëzohemi para asnjëriu. Ne duhet të jetojmë ndershëm dhe me dashuri për jetën. Për mua jeta është e shenjtë dhe nuk do të lejoj që askush të më shuaj ëndrat dhe lumturinë. Unë ndoshta jam e varfër, por zemra ime është e pastër, me plot dashuri. Unë do të jem e fortë, ndër do të mund të arrijë synimet e mia për jetën. Prandaj, jeto, shpreso, por mos u dorëzo.
Fëq ka ka? Shpresa ka ik. Qysh shpresa ka ik? Qysh shpresa ka ik? Kuj një konë jo? Kuj një konë? Qysh si një gjendje me ru një flemë me ru? Qysh si një gjendje? Shpejt! 24 orë kini ku me ti? Shpejt! Hajde! A i mirë. Shka ka të rejme kemi? Shpresa. E shka shpresa? Po që kem pas shpresën, ka ik. E qish ka ik? Ata ku mlonën me ruti. Po ma ke lanë po djem së me kanë ru. Qu, minjere me gjithë shpresën edhe me pru. Po kry. Qysh kalove sot shkollë? Shumë mirë, ma. A kim së nëjse? Po, sa kina mëse për familjen. Po shpirta, më shumë ma të regu?
Ratova vetëm ty edhe vetën, se tjerët unë ata nuk i njoh. Alo? Apo më nina i motra jem? Që e valoj që të në shpeone? Ti që ka po ban? Ani mirë. E ti a je kështu të ma mirë? Shqyqër. Jo, valone që të në shpe, që ka me bu? Pun të shpis, shi, loj, shpërloj, që ka me bu? Ylbiri, a? Jo, Ylbiri nuk on shpi, jo, ka dole, me këqyrë me gjithë na i pun. Po qka me boj motra jem? Qka me buna? Sa pindrojna shpijat? Sa nesër? Sa mas nesër na spodina? Qka me bu ma? Si fugara ma? S'kam je dit për dit. Veq i shala të në zotë i bëhet mirë se mos Mama, që komizatu jeve në shpet. Shmo bre? A për që jam të punë telefon? Edhe ati se jem lodhën e se kanë gojnë të anë qka ke vizatu qka jo. Shpirë, të dëshme më su shumë që në ditë më bëti kushe. Hajza me që ndrova dhe po hajnë bëk. Së vdi erdha? Erdha, valem. Jo mërzit bë së vdi. Valla, alem e mërzit e dhone. Kena met në kamp. A për që mër alem, kër i nga kam farvile, e nga punë i zotë ti në kam Gjermonit me nejtë. E kush në ka bojë që dojë së vdi? Djalli, valla alem. Në ka marrë në qafë. Valla në qafë krejve, muë, nusën e. Kejtë familje. Mazi, nusja u kanë 7 zonë, alem. 7 zonë? Po, nusja me gjak tunina. 20 e den ku e ka quaj. Ku me ditë këj kalon tash? Grune, fmijen. Zdi. S'ku grune i gonë, dojve të vetë. Ku i ka go bredoj valje? Mi go dojve ma mirë shkon shpia të vejta me grua të. Po t'kan go ty. Ja, të më keshin go mu i shkon kejtë në drysha. Ma zi e kon të, po në të kumoj ty e të kumbë njeri. Shu, mos fal parjet. Ma zi mu këthin Kosovina në Belja. Po, dhe. Ati i dëgj gruja, i dëverit, në la qiken në manet, dëgj vet, s'moj të me arru as qiken, as kur gja. Në manetën s'moj të mi aqun vetë. Zdi që a i kena bok të zotë i kështë me këta fëmi. Se veç mu edhe ty gjallë që shtët nga kam do. Hajde i madhi fatoni, pe dina qa u tranu a i krejt. Po valunis po vjen heq, s'dina as ku është, as ka po bana. Haj besi edhe e që asë njejtë, valla. Hajde alim që se erda me thirë se u babuka. Ja, kam bua. Po e po na presin me anë kërbo. Hajde. Niks puna bajtje? Niks puna normal, vind javnit se dio është mira, jo është pranë. Hajde, përgojna puna. Ta qenë për malë i bajnjene. Ja, mu dhe njëra. Qapo, Shqipë i punë, kështë? Zoma një apë edhe një lidhe që shme shumë Kosovë se policia të një. Hajde se më në di. Nani? Ja, kësh. Të më hajde.
e vjesh, Rumejsa? Po. Hajtë të edhe një? Vate ula di më vet. Lak, tak, tak. Trofet në Dhe. Hape dela o fëmi. Sa po van viteli. Bravo, shpik! Alo, kush je ti? Fatoni? E shka i të dashti, shka po thirë? Qysh më le qikën qfar qike ti s'ki qikën ju martu ma? Qfar takimi më rozu më taku me ty harroj këtë numër dhe më së më thërë ma korë, hajt! Ku mundet me shku mëre që ke qik? Që pan vetë mu nuk shkan kërkuam, ku mundet me shku? Alo Arjet, shpresa jam. Po, më së bler atë ju? Nuk është ta? Po që një ju nuk është kërkon heqa e pan vetë mu nuk del kërkon. Gjithë ka jem të e ly, po së është. Po. Oke, pra nëse vjen të ju se diçka lejmëram tani. Hajt, hajt. Ku mundet me konë që kjo qi, ku mundet me konë? Ku mundet me shku? Fatoni. Alo Fatan, shpresa jam. Vlerën e di që ki marrë. Me një herë me procikën këto. Qysh mëre nuk e ki marrë ti, kush mundet përveç te, e kush? As po të mjafton që ma shkatrove jetët, qka i të dash ma prej neve? Qysh mëre nuk e ki marrë ti, nuk po dënë sen qysh? Shpresë me një herë me prun shpe. Nuk po m'intereson heq kur gjash, qike me një herë me ma prun shpe. Ku muna mu taku? O, me një herë, që dash, me një herë. Okej, që të pretëm se po vi. Hajtë.
ke lanë qikën? Qikën ku ma ke lanë? Sta ku morën e qikën, oj Kush mune shpres. për vestem me më, Po që di onë më rëzdi ku a qika, unë Shmore nuk e din qikën për ma që ku e ke lanë qikën? Qysh mu qëtësu, qysh? Se kumpon e qikën kërkon, ku e ki lanë, ku? Qka e gjësh mu vetë, ku e ki lanë Te qikën? ke marrë, te! Se ku morë, shpres. Ti more ki marrë, te ke marrë, kërkull për vestem nuk munat! Nuk e ku morë qikën, shpres. Unë se ku morë, kallëzën prej fillimit qa ka ndohë. Alo, kushën? Bekime? Po? Qysh mëre e ke morë? Qysh e ke morë qikën, hej! Pse mos me full ma shumë? Qa po thash? Ej! Qysh mëre e ke morë qikën, o ti? Ej! Alo! Qka bu kushën, kush ke, kush? Bekime e ka morë qikën. Qka bu lyka i pilive? A i tha që se bjen shpresin për 24 orë, tha s'ka. Shkojnë hec, më shkojnë. Qe, E kushon kjo? kjo qika shpresës. E shka na dohet kjo? Kjo është mira me e mirë për më mora shpresën. Keni me që shka gjithë lidhja fatorit? O, e qeta një njerë që atë që një javë, e që va, atë nuk kësë. Në me os kina një Martina dhe se... Po, ve ka muna me tjerë. A e të të që mund. Alo, fata në hete? Qa ban, që shia e mirë? Që shku ka lëve së? A, vynë ndi më angë sëna. Fata, tu më ka thukë qka? Më ka thirë Bekime, edhe pide porë të vetë urgent pide. Po, edhe qëtë, nëse vyna ndi në Kosovë, në amin edhe pi porë në veti. Kuri po, qimë po, kalla mirë. Tonë. Ala, o të kasë e kanë. Qka ka ndodhë? Bekime, Po, a ka morë qikën, vlerën. Jo, s'po ma lypë edhe shpresin ta, s'po di qka me bo, s'po di, jam tranu. S'po di ka me e mojt, mo. hajtë, që me kam një ide. Hajtë.
Të jesh femër është të jesh gjithçka. Të jesh e ëmbël, por edhe e egër, delikate, por edhe e fortë. E zgjuar dhe lozonjare, e guximshme dhe e mbrojtur. Të jesh një femër nuk është e lehtë. Një femër kur lind nga një femër, ushqehet nga një femër, mësohet nga një femër, mbrohet nga një femër. Më vonë ajo ndryshon pozicion. Ajo lind një femër apo mashkull, e ushqen atë, e mëson atë, e mbron atë. Unë jam një femër, unë di të drejta dhe detyrat e mia si një e tillë. Di rolin tim në shoqëri. Unë jam e destinuar për të bërë nënë, për mendimin tim. Kjo është arritja më e madhe në jetën e një femre. Gjithashtu jam e destinuar edhe për të lumturuar më shumë se të lumturohem, dhe të vuaj më shumë se të bëj të vuaj, sidomos në shoqërinë e sotme. Dëgjojmë çdo ditë vrasje femrash, rrëmbime, përdhunime, trafikim e masakrime femrash. Femra është në rrezik, unë jam në rrezik, të tërë jemi në rrezik. Jemi që në momentin kur dalim në rrugë ose shkojmë në një vend publik, të gjithë ndjejmë vështrime dhe përplasjet me trupin dhe fytyrën tonë, vështrime ngacmuese dhe paragjykime. Një femër pa një mashkull mund të jetoj, por një mashkull pa një femër kurrë. Ja pra sa i rëndësishëm është roli një femre, aq i rëndësishëm sa që shpesh bëhet edhe i rrezikshëm për të. Prandaj unë vazhdova të jem një femër e fortë, për të përballë me gjithë sfidat në jetë që pata. Fortësinë një femër e tregon kur ajo nuk dorëzohet, pavarësisht jetës së saj të vështirë, ashtu siç e kisha edhe unë. Por çdo herë jam përpjekur që të mbijetoj, pavarësisht fatit tim të keq që kisha.